Presidenti Donald Trump ka kaluar nga deklarata për epërsi ushtarake të Shteteve të Bashkuara në frustrim të thellë që lufta e zgjedhur prej tij nuk po prodhon efektet e dëshiruara. Presidenti Trump sapo ishte kthyer nga fusha e golfit dhe zemrimi i tij po rritej. Ishte 21 mars, e ndërsa u vendos në rezidencën e tij në Mar-a-Lago për mbrëmjen, ai po lexonte një tjetër lajm që theksonte se pavarësisht suksesit ushtarak të SBA-s në Iran, ai ende nuk kishte arritur objektivat e tij politike. Në orën 19:44, presidenti e bëri të qartë frustrimin e tij me një ultimatum të pazakontë. Nëse Irani nuk rihapte ngushticën e Hormuzit brenda 48 orësh dhe nuk lejonte kalimin e një pjesë të madhe të naftës dhe gazit botror, ai do të bombardonte centralet elektrike civile të Iranit. Një sulm i tillë mund të përbënte krim lufte sipas konventave të Gjenevës. Megjithatë, vetëm disa orë para skatimit të afatit të SHN-s, Trump e shtyu kërcënimin me 5 ditë, duke ulur frikën për një përshkallëzim të menjëhershëm me pasoja të thella ushtarake, diplomatike dhe ekonomike. Gjithsesi, ai paralajmëroi se do të vazhdojmë të bombardojmë pa u ndalur nëse Irani nuk arrin një marrëveshje. Ndërsa java vazhdonte, ai bëri kërcënime të reja që lanë aleatët të pasigurt dhe tronditën tregjet. Të njëjtën pasdite pasi Wall Street pësoi rënien më të madhe ditore që nga fillimi i luftës, ai shtoi edhe 10 ditë të tjera afat, duke u përpjekur sërish të qetësoj frikën që vetë kishte nxitur. Është ende herët përditur nëse koha shtesë do të sjellë diplomaci produktive, por tashmë është e qartë se luhatjet e Trump, nga optimizmi në frustrim dhe zemrim, nga ulja e tensioneve në përshkallëzim, i kanë dhënë menaxhimit të luftës një karakter të paqëndrueshëm, të improvizuar. Që nga nisja e luftës më 28 shkurt nga Shtetet e Bashkuara së bashku me Izraelin, Trump ka lëvizur mes deklaratave për epërsi ushtarake dhe frustrimit që suksese taktike në fushë betejë nuk po prodhojnë rezultatin strategjik që ai kishte parashikuar. Edhe pse udhëheqësi suprem dhe shumë drejtues të lartë ushtarak e të inteligjencës janë vrarë, regjimi në Teheran mbetet nën kontroll. Udhëheqësit iranian kanë mbyllur pothuajse plotësisht ushticën e Hormuzit, duke rritur ndjeshëm çmimet e gazit dhe duke shqetësuar investitorët. Ashtu, Irani ruan kontrollin mbi materialet që i nevojiten për të prodhuar një armë bërthamore, kërcënimi kryesor që Trump përmendi si arsye për hyrjen në luftë. Trump ka deklaruar se e kupton që lufta sjell kosto afat shkurtra, të cilat ai konsideron çmim të nevojshëm për siguruar që Irani të mos ketë armë bërthamore. Aleatët e tij kanë argumentuar se paparashikueshmëria e tij është një avantazh strategjik që i mban kundërshtarët në pasiguri. Megjithatë, kjo sugjeron edhe mungesë qëndrueshmërie në qëllime, ndërsa rreziqet e luftës rriten çdo ditë. Trump kalon ditët e zhytur në zhvillimet e luftës duke marrë disa informacione në ditë, në zyrën ovale ose në Situation Room. Disa prej tyre përfshin video të shkurtra me pamje të sulmeve ushtarake që shpërndahen edhe nga komanda qendrore e SBA-s. Kur shërton vendime, ai kërkon mendimin e këshilltarëve të tij. Sipas dhënëses së shtëpisë së bardhë Caroline Leavitt, presidenti merr vendimet me synimin për fitore. Trump merr këshilla ushtarake kryesisht nga sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth dhe generali Dan Kane, kryetari i shefave të përbashkët të shtabit. Hegseth mbron publikisht politikat ushtarake, ndërsa Kane, një ish pilot F-16 dhe lidhje me CIA-n, është ndërmjetësi kryesor për çështjet operacionale. Ai paraqet opsione, rreziqe dhe pasoja pa rekomanduar drejt për drejt një zgjedhje. Kjo ndonjëherë vendos generalin Kane në pozita të vështira. Para fillimit të luftës, Trump deklaroi se Kane besonte se çdo veprim ushtarak kundër Iranit do të ishte lehtësisht i fitueshëm, gjë që nuk përputhej me atë që generali kishte thënë në të vërtetë. Kjo mospërputhje tregon se sa shumë kjo luftë po vën në provë mënyrën e zakonshme të Trump për të menaxhuar krizat. Historiani Julian E. Zelizer vlerëson se Trump e trajton luftën si një proces negocimi, por thekson se lufta është e shpejtë, e paparashikueshme dhe vdekjeprurse. Sipas tij, metodat e zakonshme të presidentit, kërcënimet dhe presioni nuk funksionojnë gjithmonë në këtë kontekst. Ndryshe nga mandati i tij i parë, kur tregonte hezitim për përdorimin e forcës ushtarake, Trump tani e përqafon më hapur këtë mjet. Ai ka urdhëruar sulme ndaj objekteve bërthamore iraniane, operacione në Amerikën Latine dhe ndërhyrje të tjera ushtarake. Megjithatë, lufta në Iran është më komplekse, më pak e mbështetur dhe më e kushtueshme në jetë njerëzish. Deri tani 13 ushtar amerikan kanë humbur jetën. Presidenti Komgul se po bën atë që asnjë president tjetër nuk ka guxuar ta bëjë. Megjithatë, qëndrimi i tij drejt për drejt është vënë në pikpyetje, sidomos pas një sulmi me raketë ndaj një shkolle fillore në Iran, për cilin fillimisht fajsoi Iranin dhe më pas tha se nuk kishte informacion të mjaftueshëm. Një hetim paraprak ka përcaktuar se përgjegjës ishte SBA-ja, ndërkohë objektivat e luftës kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Trump ka hequr dorë nga disa synime fillestare, si mbështetja për ndryshim regjimi përmes një kryengritjeje popullore. Historiani Stephen McGeon e përshkruan luftën si pasqyrim të stilit personal të Trump, e paqartë, e pa organizuar dhe e përqendruar tek figura e tij. Trump e shpjegon qasjen e tij me përvojën si negociator në biznes, ke theksuar se vendimarrja e tij bazohet në negociata të vazhdueshme.
Aleatët e tij mbrojnë vendimin për luftë, duke theksuar se presidenti po vepron në përputhje me rolin e tij kushtetues për të mbrojtur vendin. Megjithatë, konflikti mbetet i papëlqyer në mesin e publikut amerikan. Trump e nisi luftën pa kërkuar miratim nga Kongresi dhe pa paraqitur prova për një kërcënim të menjëhershëm nga Irani. Ai ka ndryshuar vazhdimisht kriteret për sukses, duke shpallur her pas here fitore, ndërkohë që pranon se misioni nuk ka përfunduar. Ai ka kërkuar dorëzim pa kushte nga Irani, një objektiv që mbetet i paqartë në zbatim. Ndryshe nga presidentë të mëparshëm si Franklin Roosevelt, i cili ndërtoi aleanca të forta gjatë luftës së dytë botërore, Trump ka tensionuar marrëdhëniet me aleatët dhe i ka kritikuar për mungesë mbështetjeje. Ndërkohë lufta vazhdon dhe presioni ndaj Iranit rritet. Trump paralajmëron për sulme të reja nëse nuk arrihet marrëveshje, ndërsa SBA dërgon më shumë trupa në lindjen e mesme. Irani ka refuzuar publikisht ofertat për negociata, por ka sinjalizuar në mënyrë të kufizuar gatishmëri për dialog, shkruan New York Times. Gjatë një fjalimi në Miami Beach, Trump deklaroi se Irani po lutet për një marrëveshje. Në të njëjtën kohë, zyrtarët amerikan konfirmuan se Irani goditi një bazë detare në Arabinë Saudite, ku ndodheshin ushtar amerikan, duke plagosur 12 prej tyre, një nga incidentet më serioze gjatë konfliktit.